Strukturat e policisë së qarkut Fier kanë vijuar zbatimin e planit të posaçëm të masave kundër veprimtarisë kriminale, të kultivimit të bimëve narkotike, si pjesë e këtyre operacioneve të vazhdueshme. Rasti i palishëm u godit me sukses në fshatin Libofsh, u zbulua dhe u azgjësua një sipërfaqe konsiderueshme me fidan të dyshuar narkotik të llojit cannabis sativa. Kontrolle intensive të kryera nga shërbimet e komisariatit të policisë Fier u mbështeten edhe me mjetet e teknologjisë së avancuar si dron vëzhgues, si dhe me informacione të siguruara nga burimet të inteligjencës policore. Si rezultati këtyre kontrolleve, në vendin e quajtur Gropa e Mollës në fshatin Libofsh, u zbuluan të kultivuara rreth 1000 bim fidan kanabisi, të cilat u azgjësuan menjëherë në terren përmes djegjes, në prani të forcave të rendit dhe përfaqësuesve të institucioneve përkatëse. Pas veprimtarive të menjëhershme hetimore dhe procedurale, është identifikuar dhe arrestuar autori i dyshuar shtetasi Aristir Marinit, 63 vjeç, banues në fshatin Libofsh. Ai akuzohet për kultivim të bimeve narkotike në kundërshtim me nenet përkatëse të kodit penal. Policia njofton se hetimet vijojnë dhe po punohet intensivisht për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Kontrollet dhe monitorimet në territorin e qarkut Fier do të vazhdojnë pa ndërprerje në kuadër të angazhimit për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit të lëndeve narkotike. Materialet procedurale lidhur me rastin janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për vijimin e mëtejshme të veprimeve ligjore.